Kryeministri Rama, cili jep leje për kulla, resor dhe koncesione me status investitor strategjik. Në hapin e dytë, biznesmenët e sanksionuar të Ramës marrin fluks parash nga tenderat që zhvillojnë vartësit e tij. Dhe gjithnjë më tepër në këtë skenë dalin biznesi që dyshohet se pastrojnë paratë të pista. Një nga këta klientë të KKTU dhe Komitetit të Investimeve Strategjike është biznesmeni Ilir Shtufi. Kompania e tij sapo ka përfituar një tender me vlerë mbi 5 miliard lek. Vici ose TS ka njoftuar më 2 mars 2026 firmën e Ferro Beton Construction CO SHPK të paraqitur për të firmosur letrat e kontratës. Sipas përshkrimit të kontratës, objektivi i tenderit është fuqizimi i linjës me 110 kW Kafaraj Vlora 1 Babic doppio qark dhe shtrirje për cilësi me një qark. Projekti parashikon ndërtimin e një linje të re ajrore 110 kV me 2 qarqe, e cila do të lidhet me traktet ekzistuese të nën stacioneve Kafaraj, Vlorë dhe Babic. Linja aktuale do të demontohet pjesërisht për të mundësuar hyrjedalje në nën stacione, duke ruajtur të njëjtin aks. Fondi limit për këtë tender është gati 504 milion lekë të reja. Komisioni Bizi nuk e ka përfilluar parimin e çmimit më të ulët, duke skualifikuar kompani konkurrente. Nga verifikimi del se kompania Ferro Beton Construction është pronë e Ilir Shtufit dhe Mark Lulit. Siç duket në këtë dokument, oferta kompanisë së Ilir Shtufit nuk është më e ulta. Ai është bashkëaksioner kryesor në një numër të madh kompanish të cilat kanë fituar tendera të shumtë vitet e fundit. Lidhjet e tij janë majtas dhe djathtas. Kujtojmë se Ilir Shtufi ka dhënë me qira vilën Shkëlzem Berishës me një çmim simbolik. Ndërkaq kompanitë e Shtufit kanë përfituar fonde të mëdha në tendrat e rindërtimit dhe prokurime të tjera. Leje ndërtimi si dhe leje për parqe fotovoltaike. Ilir Shtufi është gjithashtu kunati Mark Lulit, biznesmen ndërtimi në Tiranë me të shkuar të errët në Itali. Biznesmeni është i lakuar për pastrim parash me kompanitë MC Nert, Ferro Beton Construction, Luli SHPK, Dushku SA, MC Nert Lumzi dhe MC Energy Goja. Ndërkaq parat investohen në kulla në kryeqytet. Pronari i kullës Mount Tirana me kompaninë Nova Construction, objektin më të lartë në Tiranë që shkatroi parkun në qendër të Tiranës. Në projektin fillestar u prezantua se kulla do të ishte 185 metra lart, por varianti përfundimtar i saj është rritur në 205 metra lartësi. Mount Tirana do të vështon ndërtesa më e lartë në Shqipëri e miratuar deri më tani. Një tjetër kullë e Shtufit është hora vertikale, ose njohur ndryshe si kupa do të ngrihet si qiell gërvishtëse tek fusha sportive të Universitetit të Sporteve.